Përshëndetje, jam Jonika, jam shqiptarja e parë që u punësua nga Google në 2004, isha aty për gati 19 vite dhe pasi hapa biznesin tim për para 3 vite, fillova të kuptoj sa rëndësishme është për shqiptarët, kosovarët, gjithë njerëzit e diasporës, për me sa mundësit kemi të kthehena dhe të japim mundësit të sqarojmë çfarë kemi mësuar. Çfarë kam parë si në Shqipëri dhe në Kosovë, është që rinia dhe profesioni është shumë i lumtur për të mësuar teknologjinë, kështu që ajo është gjëja numër 1 që ka qenë shumë interesante. Numër 2 po shikoj që ka shumë investitorë që kanë interes në Shqipëri, kanë interes në Kosovë dhe ky interes vjen prej kapacitetit që kanë vendet tona. Edhe vendi i tretë dhe gjëra e tretë që dua të them është që AI po shikoj që ka një mundësi shumë për të mësuar dhe për ta përdorur AI-n, që si Kosova, si Shqipëria, gjithë bizneset kemi mundësi me shku akoma dhe më përpara. Në fakt nuk kam bërë shumë lidhje me qeverit, por çfarë kam parë është që ekosistemi i startupeve është shumë interesuar për me na ndihmu. E di që Plug and Play ka për të ardhur dhe ka për të folur sot, përfaqësuesi Plug and Play Uranik është kosovar dhe ka me fol për punën që ka bërë Plug and Play. Së dyti po shikoj dhe ekosisteme të ndryshme amerikane si ADF-ja, e cila përpiqet me sjell inovacionin në Kosovë, në Shqipëri, kështu që po shikoj shumë, nuk di si ta them excitement, po shikoj shumë gazëllim nga vendet e ndryshme për të ndihmuar dhe për të investuar për të ardhmen tonë, sepse kjo ndihmon edhe ata, nuk është vetëm për të mirën tonë, por i ndihmon dhe ata dhe prandaj po e shoh këtë investim. Në fakt, kjo ka qenë shumë interesante, ersha në Shqipëri në nëntor, tash janë në Kosovë, po shikoj rinin shqiptare që është shumë engazolluar për me mësu teknologjinë. Së dyti po shikoj që janë shumë të interesuar për të bërë informacion me AI, dhe së treti çfarë po shikoj është mentaliteti i rinisë shqiptare për me bë diçka me qenë entrepreneur. Kam parë entrepreneur të ndryshëm nga Shqipëria, nga Kosova që po krijojnë në vendet tona, por po përpiqen me çu në mënyrë globale dhe këto po më bëjnë shumë krenare, me thënë që jam shqiptare dhe kjo është rinia jonë. Unë jam Renato Civili, jam drejtuesi Digital Academy Albania, ndihmojmë bizneset për të rritur prezencën digjitale dhe për të rritur shitjet e tyre përmes medjave sociale. E vendet e tilla patjetër ndihmon shumë edhe bizneset, por edhe networkun e profesionistëve, që shikojnë mundësi dhe oportunitete me njëri tjetrin për të zhvilluar së bashku. Dhe ky event duket fantastik. Unë tani sot erdha dhe po më duket që janë të gjitha sallat e mbushura edhe po i ndjekin me goxha vëmendje. Dhe temat janë goxha të larmishme dhe ndryshme dhe po më pëlqejnë shumë. Oportunitetet dhe zgjerimi i networkut patjetër gjeneron më shumë biznes për gjithë dhe ofron më shumë mundësi për të zhvilluar, si për profesionistët e burimeve njerëzore, po kështu edhe për biznese, për gjeneruar oportunitete, klientë më shumë, po edhe pse jo bashkëpunime në të ardhmen. Në Shqipëri edhe në Kosovë ka brende që po bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe patjetër kur janë vende dhe vendet e tilla që bëjnë bashkë, mund të krijojnë sinergji dhe mund të shikojnë bashkëpunime për të zhvilluar së bashku patjetër. Mendoj që shqiptarët kanë talente. Ne kemi parë në gjithë botën, ka profesionistë, ka talentuar që po shkëlqejnë në vendet e tjera, pse jo mos krijojmë mundësi që ata të vinë të investojnë në vendin tonë dhe të shikojnë edhe oportunitete që të fuqizojnë si shembuj i tyre edhe shqiptarë dhe njerëzit tanë për t'i zhvilluar edhe për t'i marrë në arenë ndërkombëtare. Kemi parë sa shembuj të mirë, sidomos edhe në ndërtimin e AI së fundmi, pse mos marrim edhe shembuj të tjerë, kemi shembuj të tjerë për t'i fuqizuar edhe për të qenë më shumë krenarë se që jemi shqiptarë.